Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla, i cili transmetohet çdo të martë ora 22:00 dhe ritransmetohet çdo të mërkurë në mesin e ditës. Sante përpara jush kemi sjellur një film dokumentar kushtuar njërit prej historianëve më të shquar të kombit shqiptar, profesor Dr. Skënder Rizajt. Skënder Rizaj është padyshim njëri nga hulumtuest më të mëdhej të arkivave turke rreth historisë së kombit shqiptar. Kush është profesori Skënder Rizaj dhe cili është personaliteti i tij, do të shihni në vazhdim në filmin dokumentar kushtuar Skënder Rizajt, pra dokumentari për profesorin e shquar. Skënder Rizaj u lind në Pej më 14 mars të vitit 1930. Ka kryer fakultetin filozofik, dega e historisë në Shkup, kurse studimet pas universitare dhe doktoratën në Universitetin e Sarajevës në vitin 1965. Kjo sallë e kuqe është quhet, ka qenë e fakultetit filozofik të Universitetit të Beogradit. E tani është salla e kuqe solemne e fakultetit filologjik. Në vitin 1961, si profesor i gjimnazit të Pejës, e paraqita tezën e doktoranturës në Sarajev të osmanologu më i shquar i Jugosllavisë, profesor Dr. Branislav Gjurgjev. Ai ishte edhe profesor i universitetit, njëkohësisht edhe drejtor i Institutit Orientalistik i Jugosllavisë, me sjellje në Sarajev. Fusha e premtarisë është osmanologjia. Prandaj kam shkuar atje me mu specializu dhe mbledha materialet, me qenë se i njoh gjuhët orientale edhe gjuhët e perëndimit. Unë mbranda 2-3 vjetëve i mbledha materialet, e tani duhej vetëm me shtru problemin, me shkru. Por si profesor i gjimnazit, s'kisha mundur unë me shku mu konsultu në Sarajev, sepse natyra arsimit është që duhet mu lidh për objektin edhe për nxënësit. E unë u detyrova, mbasi që u pranu teza e doktoranturës, do të thotë studimet pas universitare edhe teza në Sarajev, u detyrova me
lëshu gjimnazin, punën në gjimnazin e Pezë, dhe u vendosa në arkivin e Kosovës si arkivist, në mënyrë që si arkivist kisha mundësi unë me shku, mu konsultu me profesorin, edhe mu këthy, edhe kështu e arsyetojsha, sjellsha arkivi, dokumente prej arkiveve, prej Sarajevës, prej vendeve të ndryshme, kështu e arsyetojsha mungesën time. Aleksandar Rankovići, shefi i UDBA-s së Jugosllavisë, sigurimit të Jugosllavisë, autoritet kishte më të madh se sa vetë Josip Broz Tito. Banin të popujt, sidomos të shqiptarët, bi kroatët, bi bosnjakët, zullume të mëdha. E në këtë mënyrë interesohet edhe Rankovići, do më thonë UDBA, që une po du me doktoru prej historisë. E historia është shkencë delikate. Atëhere s'ka pas doktorat shkencave prej shqiptarve. Ma kishin frigën mu se me qenë doktor i historisë, do më thonë historiani njohtohet me sekretet shtetërore, sepse bën hulumtime në për arkiva e biblioteka e njohtohet me sekretet. E prandaj ja kishin frigën, ma kishin frigën. Edhe në vitin 1963 mu afru një udbash, do më thonë si shqiptar, s'po du me përmend emnin, i këshillon detyrë që me mjaftu për diçka. Tha, kam urdhën prej Qedomijovicit, heq dorë prej doktoranturës, sepse je armiki Jugoslavisë. I thash, unë mendjen me heq dorë për doktoranturës nuk e kam. Me mvra pranoj. Por, nëse të shkon dorës që të më vrasish para se ta mproj doktoranturën, bravo të qoftë. Por nëse unë doktoroj para se ta më marri shpirtin, atëre dëshiroj që në gurin e varit të shkruan këtu pushan trupi i doktor Skënder Rizës. Vendosa me ardhë këtu në Prishtinë të Xhavit Njimani. Komiteti sekretar politik ka qenë Dušan Mogosha, një malazez, ka qenë një kriminal i madh. E ky Xhavit Njimani ka qenë sekretar organizativ, ashtu thojshin në komitet. Jam syva ati, unë nuk e njifsha, por dikujt duhesha më ju mbështet. Hyna në zyre, më priti mirë. Thash, e kom paraqitur doktoranturën të profesor Branislav Gjurgjevin Sarajev, 61-shin. I kom ledh materialet. Tashtim kam betur mishtru, bas një viti mendoj që do të mproj dhe do të bohem doktor i shkencave historisë. Erdha me ju pyet juve, a me heq dorë, a me vazhdu? Ai vetë më tha, vetëm bënu njeri ndeshëm me vazhdu. Qka deshti me thonë? Deshti me thonë që mos u bë spion i UDBA-s, bënu njeri ndeshëm edhe me vazhdu. Mirë po, Rankovići urdhen, kurse si. Me ligj ishte, unë si kom ditur atëhere,
Brenda 6 muajve duhet me shkru ose pozitiv, ose negativ referatin. Mirë po situata kush e di qysh ka qenë politike, për çfarë presioni ka pasur. S'ka mundur me shkru brenda 6 muajve, as pozitiv, as negativ. Atëre merë le prej mjeku që është smut, për arsye atë smundjes, s'ka mundur me lexu, me vlerësu doktoranturën, po duhet me shty. Edhe e shtyn deri në dhjetor, me 25 dhjetor 1965. E shtyn 1 vjet. Edhe pse këtë shumë interesant është 25 dhjetor. Që deri në qose më zën, me një janari, 66, e hupi të drejtën. E kjo po më thret, me 25, e për paraqet, 25 dhjetor. 65. Edhe shkova. Ko shkova, shtini përsëri në kabinet, në 4 sy. Po më thëtë shqo. Mu më duhet me të rëdzu në provim, në projtje. A kuptove. E ti duhet me qenë ma i zoti se une, mu me më rëdzu në provim. Një mënyrë figurative. A kuptove? Thash po, kuptova. Shkon të ashti u shpall me gazeta, jedan Arnautin, dosha edhe doktorira iz historie, një 3-400 vetë, kanë një salë të madhe, solemne, mo që di kush ka ardhë, ka ardhë atje, me pa një qudi e madhe, një shqiptar me doktoru për historisë. Edhe në komision kanë qenë 4 vetë. Profesori mentor, një Desa Kovačević, serbe, edhe 2 bosnjak, Hamdije Kapidžić, kryetari i komisionit, edhe Hamid Hadžibegići, bosnjak, antar. Edhe si pas procedurës, komisioni është në skenë, edhe na ishe mentori në një fëltore për para, unë afer ti në një karik, në një salë, salim si kurse kjo salë, 300-400 vetë. Edhe fjallin ja dha Hamdije Kapidžići, profesorit, mentorit, si mbas regulli. Mentori për i lexon referatin, për pos anëve negative e pozitive, që janë këto, kam edhe vërejtje negative. Bame. Unë isha gjak ftoft, se isha marrë vesh me te. Por kryetari i komisionit, Hamdije Kapidžići, nuk e dinte. Aj po mendon të tash që po dhe me mërdzu. Janë ndërprente. Një tachno. Nuk është vërtet. Ky përsëri, më shante mu, unë e që ndigjojsha, aj përsëri, një tachno. Nuk është vërtet. E me ndonë të që po dhe më rëdzu. E mbaroj referatin. E të gjithë sala, me ndonë të që po dhe më rëdzu. Në provim. Mas andej, si mbas procedurës, i jipet fjalla në projtjes, të më thonë mu, kandidatit. One, për thamë, sa stanovisht e heuristike viste u pravo, profesore, nga pikpamje heuristike, së është një shkencë bërë hullumtime shkencore. Ju keni të drejtë. Por, kër janë një sa one të shpimshoj profesorit, nuk jetë të drejtë, nuk është kështu, po ashtu, nuk është kështu, ashtu. A da. Kapitulej profesori. Basa ndej, antar tjerë, komision që është zakon, pyten, unë përgjigjesha, u bon projtje. Edhe,
u shpalla doktor i shkencave historisë. Pas rënjës së Aleksandar Rankovićit, megjithatë ultranacionalizmi serb, sado që ishte i dëmtuar, ai megjithatë në raport me shqiptarët veproi, s'po them njëjtë, po në mënyrë latente vazhdoi aktivitetin për ta pezulluar çdo gjë që shkonte në favor të interesave të popullit shqiptar në ish Jugosllavi. Kuptohet në këtë rafsh edhe shkencëtarët kosovar, pra shqiptar, nuk e paten lehtë të vepronin në atë periudhë. Sepse jo vetëm që ekzistonte një lloj kontrolli mbi çdo gjë që shkruhej dhe flitej, por njëkohësisht ekzistonte edhe një lloj vetë cenzure të shkencëtarët e asaj kohe. Po them, historianët në fakt ishin disi në atë vijen e parë të sulmeve që vinin nga ultranacionalizmi serb. Sepse historianët shqiptar, po dhe gjuhëtarët, mundoheshin sa më tepër ta promovonin historinë dhe kulturën shqiptare në dritën e vërtet, kuptohet, por kjo nuk i shkonte për shtati regjimit serb dhe historiografisë së saj. Në për çdo mbledhje të katedrës ka pas tensione të ndryshme për tema të ndryshme konkrete që ishin rreth organizimit të mësimit historisë. Këtu profesor Skënderi është dallu për të gjithë nesh, edhe profesor Alia, se kishin titujt më të lartë atëherë, edhe ata ju kanë ashtu kundërvu aty në mendimeve që s'kishin kurfar logjike, edhe pse ish koha mas plenumit të Brioneve, ata kanë gjetë mënyra të ndryshme për të ngadalsu proceset që ishin në zhvillim e sipër dhe që ishin në përputhje me qëndrimet politike që ishin marrë mas plenumit Brioneve në nivel jugoslav. Profesori Skënder gjatë gjithë kohës ka qenë njohësi më i mirë i dokumentave të Perandorisë Osmane dhe Perandoria Osmane, arkivat e Perandorisë Osmane, edhe sot dhe kësaj dite kanë metë ndoshta në shumë drejtime të pagjurmuara, të papërfunduara për faktin se kanë munguar hulumtuesit dhe gjurmuesit siç ka qenë profesori Skënder. Dhe atë që e ka gjërmuar pastaj ja ka dhënë opinionit të gjerë, po në mënyrë të veçantë ja ka dhënë dhe ja kodëruar ato njohuri, atë punë, atë angazhim, edhe katedrës e historisë dhe historianëve që kanë pas fat të jenë studentët e tij, pastaj të gjithë atyre që kanë pasur vullnet, kanë pasur dashuri për të njohur një nga periudhat ndoshta më të vështira, por të domosdoshme të historisë së kombit tonë. Unë telegrami kisha qu dekanatit Fakultetit Filozofik këtu, kurgjo, doktorova kurgjo tjetër. Erdha Svetozar Çanoviçi, serb, jo malazez, a ishte dekan. Hina të dekani, u qu, ma uroj doktoranturën, edhe tha, e thiri referentin në shiqe, kështë emnin, shpejt me apru vendimin që po pranohet për asistent. Ma apru një vendimin që ju më pranu për asistent, edhe tha, të shkon përfundo notat e gjyqëtorin andër këndi, e mbasa dhe vjen semestrin veror, vjen këtu. Unë e mora rogën, e mora vendimin,
Shkova në Pepi, thamë në gjatë Begolli, drejtorit, qështu ka ndodhur ngjarja. Edhe kështu ndodhi, u bo gjëzvjetori, e përfundova gjëzvjetori notat, e me qenë se shokët ishin, ose ata mësus, arsimtar të shkollës fillore, ishin ose shokët e mi dhe ose nxënësit e mi, thanë, hajde për kujtim, ku shkryet notat edhe ashtu, edhe në ditar edhe në amza, duhet mu në shkru arsimtari i landës. Edhe më thanë, hajde për kujtim, shkruj doktor Skender Rizaj në shkruju, që të jetë për kujtim në historinë e shkollës fillore 8 Marsin Pej, që ka dhënë shkollë fillore, një doktor i shkencave mësim. Ja sam Skendera upoznao u vrijeme kada sam bio zaposlen ili tako reći zaposlen honorarno na Filozofskom fakultetu u Prištini. Naime, u Prištini nastao jedan problem i to ću u 2 riječi ispričati. Studenti Albanci na Kosovu, na Filozofskom fakultetu, nisu htjeli više slušati predavanja na srpskom jeziku. Pa su onda tražili nekoga ko je arheolog i ko će njima pričati na albanskom jeziku. I poslali su po mene u Zagreb jednoga historičara srpskoga koji me zamolio da ja dođem u Prištinu da držim predavanja na albanskom jeziku. Ja sam njemu odmah rekao da ja albanski slabo znam, ali da znam arbanaški, jer to je moj materinski jezik. Brzo smo se složili da to neće biti nikakvih problema, jer se tu ipak radi o terminologiji, stručnoj arheološkoj terminologiji, pa će to lako biti razumjeti ja njih i oni mene. Ali sa Rizajom imao sam posebnu jednu simpatiju. Ja sam brzo našao zajednički jezik. On se bavio poviješću, ali aktualizirao je povijesne događaje u današnju situaciju. A to je ono što inače mene zanima. Ja sam o tome pisao u nekim časopisima i kod nas i vani. Tako da smo se našli na istoj valnoj dužini. I sve dotle dok sam ja bio u Prištini profesor, ja sam često njega susretao. Në vitin 1987, në situatën shumë të rëndë politike për krahinën e Kosovës, Skender Rizaj u bë gjithashtu pre e rrethanave politike. Në janar të këtij viti, me vendimin e kryetarit të Komitetit Krajnor Kol Shiroka, Skender Rizaj u larguan nga Universiteti i Prishtinës dhe nga Partia Komuniste e Jugosllavisë. Atë botë nuk ishte lehtë për asnjë shkencëtar të punonte dhe të veprante. Profesori Skender Rizaj ishte, mund të themi, nga të rallët që pati guximin, por pati edhe argumentet që t'i kundërvijej drejt për drejt koncepteve antishkencore dhe antishqiptare të nacionalizmit serb, respektivisht të historiografisë serbe dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Në 3 pika kryesore zhvilloi ai debat dhe polemik ndërmjet tij dhe historiografisë serbe. E para ishte çështja e kishave dhe përkatësisë së tyre, ku del me tezat e veta se kishat ortodokse në Kosovë janë kisha paleokristiane dhe ato në fakt u rindërtuan në kohën e mbretërve dhe perandorëve të Rashës, ndërkaq besimtarët që shkonin në ato kisha ishin në shumicë me përkatësi etnike shqiptare, pra shqiptar ortodoks.
Kam prasë për rastin që marrë pjesë në një simpozium shkencor në vitin 1985 në Beograd dhe në Deçan, ku kishim 2 kumtesa, edhe unë dhe profesori. Unë kisha për strukturën etnike dhe sipas Kresopules së Manastirit të Deçanit, dhe profesori kishte për strukturën etnike popullsisë e Kosovës shekuj 15, 16 dhe 17. Ishin prezent me rastin e mbajtjes simpoziumit në Beograd edhe ambasadori amerikan, edhe ambasadori anglez dhe shumë ambasador me qëllim nuk ju dha fjala profesor Skenderizës në Beograd, sepse duhet mbahet gjaja ditën e dytë në Manastirin e Deçanit. Se bashku me ne ka qenë edhe profesor Ali Hadri. Amerikanët, anglezët dhe ambasadorët e tjerë me qëllim i dërguan në Prizren për të mbetur profesor Skender dhe unë vetëm me rastin e leximit të kumtesave. Profesori Skender e mori fjalën, e dha kumtesën dhe të gjithë pjesëmarrësit u stepen dhe në një rast udhëheqësi i simpoziumit e ndërpreu simpoziumin sepse aq ishte i fuqishëm, aq me kumtesën e tij ishte burimor dhe i bazuar në fakte se struktura etnike e popullsatës së Kosovës në shekujt 15, 16 dhe 17 ishin shqiptare. Dhe se gjitha familjet shqiptare të asaj kohe i ruanin manastiret e tyre, edhe të Deçanit, shqiptarët, edhe patriarkanin e Pes edhe kishin dhe ligjit. Pika dytë ishte çështja e sa ashtu quajturës shpërngulje e madhe sërbe nën patrikun Arsenia Çarnojević në vitin 1690. Kjo ka të bëjë me periudhën e luftrave austro-osmane. Atëherë popullata sërbe shpërngullet në masë të madhe nga këto vise dhe këto troje pastaj kinse mbushen me popullat shqiptare që kanë ardhur nga viset malore të Shqipërisë. Kjo është një falsifikim flagrant i historiografisë sërbe. Mirë po, panslavizmi duhet ta gjej fajtorin. Kush i ka indërkrinu studentët gjoja. E une e zbulova këtë falsifikim. Mbështeteshin në fund të shekullit 17, dhe më thënë ka vitin 1689-90, Akademia Serbe e ka falsifiku një dokument një generalit austriak. E citon arkivin e Vienës, edhe dokumentin generali Gjeqi ka thonë ashtu në generali veteran, edhe ka hy në enciklopedit botërore kjo rënë. është regjistrat një gjoja që qashtu, që ka batë shkencore, pa thot një general austriak. E unë kureshtje e disha në bas të burimeve osmane, edhe angleze që kom bu në hullumtime 30, 40 vjet, 50 vjet, në këto, sidomos në këto dy arkiva, shisha që është një rënë. Atyre u interesova me gjithë dokumenti që citon Akademia Serbe. E gjeta originalin gjermanisht. Kur pesha, vetëm po të regon popullësia Prishtinës, popullësia Trepqes, popullësia Pes, flet për popullësi, s'ka fare për dynje. Edhe unë shkruva edhe në Zagreb, serbisht ashtu tako zvana velika seoba Srbana qëllës Arsenijem Černevićem. U përhapa e fjallë, madje edhe në Amerikë e botun si ngjarje e madhe. Edhe, do më thonë, një e vërtet. Ta njugu
i tregon, i qënë të gjitha akademive edhe komiteteve të Jugoslavist, republikave, që u zbulu indoktrinusi Skënder Risa, e gjetën fajtorin. Ai bremos të rinin për liri kombëtare, liri profesionale, për universitet shqiptar, dhe për luftën që do të vi më vonë, duke përgatitur gjeneratat e reja, duke i bremosur ato në frymen kombëtare për lirinë e Kosovës. Edhe 87-shin me largu nga universiteti. Edhe atë në janar, unë e thash, është kundërshkëndësore, në arsim pensionohet, largohet në qëshor ose në shtator, kur mbaron viti shkollor. Edhe kështu me përjashtu nga universiteti. Duke qenë se nuk gjenin formë tjetër se si ta pezullonin aktivitetin e tij shkencor, atëherë profesorin Skënder e larguan nga Universiteti i Prishtinës, madje mund të themi gati në mënyrë të dhunshme, duke i ndaluar pastaj edhe që, siç thonin, këmba e tij nuk guxon të shkel më në Universitetin e Prishtinës. Në prononcimin për media ose kohë Skënder Risa i pa deklaruar në mënyrë sarkastike: "Jam më së i lumtur për largimin tim të dhunshëm nga Partia Komuniste, sepse zaten rruga ime shkencore bazohej në fakte të cilat ishin të pakëndshme për regjimin e fuqi. Ndërkaq, kënaqësia e dytë është se më nuk duhet ta paguaj antarësimin." Në vitin 1989, i ftuar nga qeveria turke, punoi për një kohë në cilësinë e ekspertit si këshilltar kompetent i drejtorisë së përgjithshme të arkivave shtetërore të qeverisë turke në Stamboll. Turqia po sa mori vesh që jam pensionuar, me thiri qeveria turke si uzman, me cilësi uzman, specialist, për me aftësu kuadrin e turqëve në deshifrimin e dokumenteve osmane, sepse në Turqi ata osmanë lartë të shuar, që kanë qenë kategorisë e lartë, kanë vdekur, fatkesisht kanë betur të rritë që s'kanë përvoje. Unë isha kom betur se një osmanologu ma me përvojë në botë, ma i moshuri, ma me përvoje. E kishin nevojë se unë e ty shku për çdo vit në hulumtime, shishin që unë i kom su ato sekretet, ato deshifrimet e dokumentet. Kur ishte kriza e rëndë në Kosovë, koha e ndryshimeve kushtetuese, makineria sërbe ju drejtue shqiptare me etiketime, me falsifikime, më kujtohet edhe sekretari federativ i punëve të jashtme Budimir Lënçar, pa deklaruar se shqiptarët kanë ardhur në Kosovë edhe në Maqedoninë veri perëndimore në shekullin 19. Kjo ishte një intervistë dhënë gazetës Le Monde. Ne si historian nuk prekëm. Në realitet ka ekzistuar shoqata e historianëve të Kosovës në kuadër të lidhjes socialiste, mirë po nuk e ngritë zërin. Prandaj disa student, profesor Skënder Risës, unë me tjerë nga Ferizaj, ja fillum iniciativës për formimin e lidhjes së historianëve shqiptarë. Unë mbajt edhe kuvendin Ferizaj me 29 qershor në vitit 1991. Profesor Skënder Risa u zgjedh kryetar i lidhjes së historianëve shqiptarë. Si sukses mund të azo organizimin e simpoziumit në lokalet e Institutit Albanologjik për 80 vjetorin e pavarësisë. Të gjithë fëmijët, 6 fëmijë, 4 djemë e 2 qika, kanë kry fakultetet, universitetet, do më thonë kualifikime superiore. Kom pas dëshirë që njeni me qenë këta shëgjimtar, historian, por s'kom pas dëshirë me ja impunu kërkujt, as njenit. Por e ka shprej vetë njeni, do më thonë njeni për tyre, Gazbedi, a i vetë orë deklaru, tu me studiu historin, edhe e kreu, e ka doktoru, sot po më zavendëson
në fakultet të njëjtën lanë për e zhvillon, e kam të shikimtarin edhe kështu jom i kënaqur. Natyrisht, secili prind ka dëshirë që njëri nga fëmijët ta trashëgoj edhe profesionin e tij. T'ju them të drejtën, duket se unë e kam pas të predestinuar të jem historian. Mendoj se ishin dy arsye. E para se u rita dhe u formova si personalitet në një ambient familjar ku shtëpia më tepër i gjasonte një biblioteke dhe një shkollë se sa një shtëpie të rëndomt. Nga ana tjetër i rrethuar gjithmonë me libra të shumta. Akoma sot e kësaj dite më zgjon një emocion të veçantë era e librit të vjetër. Po, që them të drejtën, historinë, po edhe gjeografin i kam dashur gjithmonë. Dhe besoj që këto kanë qenë arsye të mjaftueshme që ta merrja një vendim për të studiuar historinë. Asë një gru në botë nuk dhe të me kishte të leruar. Ma shumë kam qenë jashtë familjes se sa në familje. Gjysër e jetës se kom kaluar. Studime, në hullumtime, në Turqi, në Angli, sidomos në dy biblioteka dhe arkiva, në Public Record Office, në Londër, në British Library. Mirë po, për fat, kemi hasën e mirë kuptim. Kjo 6 fëmijë i ka rritur, i ka edukuar, une kom qenë gjysbabe. Lijim i vetes, liris për hir të shkencës. Pa ndihmën e kësaj, do kisha mundur me mbledh materiale dhe me shkru gjithë këto vepra. Masi u martun pak se herët, në u bo djali parë, edhe i dyti, Skënderi vendosi me shku me studiu. Edhe shkoj, i dhash leje me shku, shkoj në Shkup. 4 vjetë në Shkup. Mandej e kryti 4 vjetin, pak si vështir ish me ritmi pa pas babën e vetë nga të. Pa ta dëshirë dhe ta kry. Edhe e kryti fakultetin, mandej në bas një kohë, i erdhë vullneti me kry edhe doktoratur. Edhe unë fort largë pak, shkoj në Sarajevo. 3 vjetë. Edhe ato 3 vjetë kalun, shkalun. U shpërngullem për pejës, ja dhanë banesën, erdhem me jetun Prishtinë. Për Skënderin është pak është me folë ka që shkurt, se duhet me muj me folë. Ka shumë. E kom përkra, e kom leju me shku, me studiu, me doktoru, e mandej e kom ditë që diçka të na punon për kombin e vetë. Profesor Dr. Skënderiza gjithmonë kontriboj drejt për popullin e vetë. Populli i komunës sonë gjithmonë do të nderohen me te. Në paraqitjet e tij, në simpoziume të ndryshme, në kombëtesa të ndryshme, gjithmonë ai ishte ambasador më i mirë i qytetit tonë dhe i Kosovës. Komuna e Pejës ka pas nderin që në asamblen komunale të shpallet si krenari e qytetit e Pejës, Profesor Dr. Skënderiza.
Përveç punës kërkimore shkencore në arkiva dhe biblioteka të ish Jugosllavisë, si në Sarajev, Beograd, Zagreb, Dubrovnik e qytetet e tjera, pastaj të Shqipërisë, të Italisë, të Turqisë, zhvilloi për mjaft vite hulumtime edhe në arkivat e Londrës, The Public Record Office, The British Library dhe të Stambollit, Bashbakanlëk Arshivi. Me Jugosllavi, ishe Jugosllavi, ka pas edhe pi Bosnjës Osmaniste, po ky kanë thonë ma tepër. Beogradi nuk kanë pas njëni për gjuhën arabe turke me lezu, kështu që ky ka ecë përpara. Profesor Skënderiza me vokacionin e tij si historian, me vokacionin e tij të ngushtë profesional njihet si osmanolog. Dhe ne kemi pas privilegjin që ta mësojmë historinë e perandorisë osmane dhe historinë e perandorisë osmane në raport me shqiptarët nga një profesor me të vërtet profesionist i asaj fushë. Kanë qenë të pak dhe janë të pak osmanologët në hapësirat ballkanike, si profesor Skënderizaj. Gjithnjë si student kam pas respekt për profesorin. Në një, pse ka qenë nga profesorët, tham kështu, ma edukuar, me kulturë të gjerë profesionale dhe një njeri i afër dhe komunikus me studentët. Që jo gjithherë, gjitha këto vlera, edhe vlera njerëzore, edhe vlera e kulturës, edhe vlera e njohurive profesionale, por edhe mbirësjellja ngërshetohen në një personalitet. Dhe kjo më ka bërë që vërtet gjatë gjithë kohës të kam një respekt të veçantë. Skënderizaj ka botuar rreth 300 punime shkencore dhe profesionale, studime monografike, tekste shkollore dhe universitare, artikuj, kontribute, fejtone, kritika, recensione e të tjera. Veprat e tij janë publikuar krahas gjuhës shqipe edhe në atë serbo-kroate, edhe në gjuhët angleze, turke, italiane, gjermane dhe arabe. Veprat e Skënderizaj gjenden në shumë biblioteka shtetërore në përbot, sikurse në Britani të Madhe, Turqi, Kroaci, Jordani, Shqipëri dhe në shumë shtete të tjera. Shumë historian botror në librat dhe studimet e tyre janë referuar veprave të Skënderizajt. Të flasësh për profesor Skënderizën, do të thonë të flasësh për një pjesë të madhe të historiografisë së popullit shqiptar. Them kështu me plot gojën me që ky ka bërë hapat e para për medievalistikën shqiptare dhe emri i tij sot gjithandej pa marrë parasysh në cilën gjuhë botrore është si referencë, pikë referencë për jo vetëm për historinë e Kosovës, por edhe për historinë e popullit shqiptar përgjithsisht. Kam një kënaqësi të madhe kur lexoj studime nga studiusit botror me impact faktor, aty e gjej gjithnjë profesorin e nderuar si një referencë shumë të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për xehtarinë, zhvillimin e xehtarisë në Kosovë, që flet bindshëm për pasuritë e Kosovës. Mund të them se nga veprat e profesor Skënderizës ne kemi e mbajmë mend shumë mirë, dhe jo vetëm ne, kryeveprën e tij, domethënë shqiptarët gjatë shekujve 15, 16 dhe 17, një libër që pastaj më vonë edhe vetë si studiues në për shumë biblioteka dhe universitete të Evropës, unë kam pa që çdo studim që është bërë për shqiptarët në periudhën e këtyre shekujve ka pasi njërin nga referencat kryesore vendore, pra të studiuesve vendore ka pas këtë libër.
Skënderija ka marrë pjesë me referate dhe kumtesa në kongrese, simpoziume dhe konferenca të shumta ndërkombëtare. Duke qenë se kumtesat e tij sillnin materiale të reja dhe qasje objektive shkencore, ato gjithmonë u botuan nga organizatorët e këtyre tubimeve shkencore ndërkombëtare. Pas shtypjes së revolucionit shqiptar në Drenicë në vitin 1945, në krye të cilit qëndronte Shaban Pollusha, panslavizmi ju drejtua Rrugovës, e cila po ashtu i shërbente revolucionit kombëtar. Aso kohë filloi një proces gradual i kthimit të një pjese të kolonëve të vjetër dhe ardhjes së kolonëve të rinj nga Serbia dhe Malizi, të cilët u vendosën në shtëpitë e shqiptarëve të pasur. Së shpejti, i gjithë qyteti i Pejës u shndrua në një burg të madh. Për ditë ndodhnin pushkatime, sidomos në mramje në Tabje, pushkatoheshin emrat më të njohur të Pejës, sepse ishte në Pejë brigada Bokerska, quhej e Bokës, edhe brigada e parë Kosovaro Macedoni, ose kështu quhej. Skender, kalun vjet. Kujtohet fort mirë se ty të zgjedha, jo zgjedha, po bisedum. Se ishe, si më thënë, maj afërm, se ishe maj afërmi me mu, edhe bisedum, thash mirë, atër pe anisim. Edhe nuk e di, nuk më kujtohet, a shefqetja për Ramizi, tha pe qesim bre një farë reviste. A një thash po, edhe ti u dakordove, po titullin pe japim Drita e Lirisë. Në redaksia që ishim aty në te, ku ishte Viktor Gashi, si udhëheqësi grupit, edhe Skënderija i ka mërë pajaziti, edhe unë, nuk më kujtohet kush kemi qenja 5-6, dhe njerë pas 3 numrave në burgosën, edhe në qunë, atër ka qenë kryeqendra e Kosovës Prizreni, prokuror publik ishte Ali Shukriu i famshëm, me 3 parë thonjgja. Më 13 mars të vitit 1946, policia ushtarake me shkurtesën Ozna filloi burgosin e këtyre aktivistëve ilegal. Ato ditë u arrestua dhe Skënderija me shokët e tij. Ata i futën në burg, i cili gjendej në qendër të Oznës, ndërtes kjo në Pehlivan Mejdan, në të cilën me vonë u vendos shkolla e artit, ndërkaq sot ky objekt shfrytëzohet si institucion shëndetësor. Skender, kur të erdhen këtu, ka të quna, ty për nalt apo poshtë? Mo, mas pari, ty për nalt të Alush Gash. Po ajo kënë shefi orë? Shefi orë. Ai po më pyet pse po punoni kundër regjimit. Thash jo, edhe Kamberin, e prën edhe Kamberin. Unë e bajsha shenjë me shej Kamber që edhe ti mos pranon. Edhe ai nuk pranonte. Mirë po, pe i dhomës tjetër që Domijovici na kanë digju që s'po pranojnë. Veç kur hini me rëmbim, e deshti me në raha, me në torturu. Mirë po, është Gashit, shefit të orde, i erdi mirë në si të ri që s'po pranon s'po tratojmë shokë. Edhe intervenaj e pa që po do me në raha shumë kjo që Domijovici. Ka qenë me tota. Po, edhe e thiri njeni prej aty në vëznisëve, ka tha kapi qaj në qeni. Edhe mua e kam veri, ka që pota. Të miturit, në mesin e të cilve ishte edhe Skënderija, u dënuar me nga një vit heqje lirie, ndërkaq të rriturit me burg disa vjeçar, por edhe me dënim me vdekje. Në burgosën edhe ne, edhe në lidhen në Prizren, masi në majtën disa muj se Prizren ishte kryeqendra e Kosovës, masi në majtën në
burg, në nxorën në gjyqin publik në Pallatin e Kulturës në Prizren, para popullit të zgjati gjykimi, sepse me ne e lidhen edhe Marie Shlakun, e cila ishte në balë të këtyre të dënuarve, të burgosërve, të gjykuarve. Ata u dënuan me pushkatim, me kry Marie Shlakun. Ne tjerë të dënuam nga disa këta tjerë, si pas moshës dhe profesori Nisa Qavolli, u dënuan me disa vjetë burg, ne në dënuan nga 1 vit burg. Kur pesha dhe Enxhet Berishen, se dhe ish me ne, a i njën e non, unë në tjetër non në Kali, kur kemi ardhë në kanë pru qëtu, bashkë që të derë qëtu. Kur kom hypë unë në elë, në ndanë neve, unë se di ku e qunë Enxhlin. Mirë, po kur në ndanë neve, mua me një koridor në elë, unë edhe atëherë edhe sot ishe i vogël, po vinë pa vitën oficerët. Që shë kemë një tërë, Viktor Gashi, ka këtë të tërë? Shkoj kjatja të ke masofar gabimi, mërë tha se qyshe kemi burgos këtë fmi. Mirë po mua, mandi ma vonë, më kanë pru pon qëtë pëdrum, 22 pa hungër, pa pi, më kanë torturu, për të regomi profesorat kush ju ka mësu juve për me qitë revisten. Të isha, jo, se atëherë ishë rreziku i madhë, në qofë se e qëtë për shamull, qofë se e qëtë profesorën a i ke fura. Sot e kësaj dite janë me ne, kuptohet tani jo në atë angazhimin si më herët, por vetëm në rastet të caktuara kur kemi mësim me studentët e nivelit master, për të njoftuar pra me profesorët e gjeneratës vjetër, i përcjellin përvojat e tyre, njoftohen me studentët,
Dhe kjo u ka pëlqyer edhe atyre dhe kjo në fakt e bën një lidhshmëri të punës së 3 gjeneratave, edhe gjeneratës vjetër, edhe gjeneratës mesme, të cilës unë i takoj, pra në degën e historisë, edhe gjeneratës re të asistentëve që aktualisht punojnë në degë. Edhe pse kam ushtruar për një kohë të shkurtër detyrën e presidentit, kam shfryzuar rastin që në mesin e njerëzve për t'i vlerësuar, për të dhënë një mirënjohje, për të dhënë një dekorat për kontributin që ka dhënë për shkollën shqipe, për arsimin shqip, kam zgjedhur me të drejtë dhe ndihem shumë krenar që më ka ardhur rasti për t'ia shpërblyer me mirënjohje profesorit që gjithnjë kam pasur dhe do të ruaj gjithnjë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra për emisionin e sonte, pra shikuat një film dokumentar kushtuar historianit Skënder Rizaj. Ne do rishihemi prap të martën e ardhshme në valët e Radio Televizionit Kosovës, ora 22:00. Deri atëre, natën e mirë shqiptar kudo që jeni, natën e mirë sidomos ju të dashur mergjimtar që na ndiqni përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës në gjithë rrezullin toksor. Natën e mirë.